تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e falenderojmë, ata e lavdrojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu nuk ka kush e devion dhe ka e devion Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij. Mëtej, fjala më e vërtetë është fjala e Allahut, më I miri udhëzim është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në xhehenem. O robërt Allahut, dijeni se urdhri më I madh me të cilin ju ka urdhëruar Allahu është tauhidi. Tauhidi është veçimi I Allahut me të gjitha llojet e adhurimit. Allahu I lartësuar ka thënë: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa." E ata që në urdhëruar vetëm që ta adhuronin Allahun me përkushtim të sinqert, duke qenë në fenë e pastër të Ibrahimit, larg shirkut. Ndalesa më e madhe që ju ka ndaluar Allahu është shirku, ndërsa shirku është të shoqërosh Allahut në adhurim dika tjetër, kurse Allahut ka krijuar. Shirku është lloji më I rënd I padrejtësisë. Allahu I lartësuar thot: "Inna ash-shirka la dhulmun 'azim." Padyshim shirku është një padrejtësi shumë e madhe. Ati që vdes me shirk, pa u penduar prej tij, Allahu ja ndalon hyrjen në xhenet dhe ai është banor I përhershëm I zjarrit, ku do të qëndrojë përgjithmonë. Thot Allahu I lartësuar: "Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sigurisht, ati që adhuron tjetër kënd përveç Allahut, Allahu do t'ja ndalojë xhenetin dhe strehimi I tij do të jetë zjarri. Për të padrejtët nuk ka asnjë ndihmës. Transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Kush vdes duke qenë se I lutet dikujt tjetër pas Allahut, hyn në zjarr. Transmeton Buhariu. Nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar." Kush e takon Allahun duke mos I bërë shirk, duke mos I shoqëruar atij asgjë në adhurim, hyn në xhennet. E kush e takon Allahun duke qenë se I bën shirk atij diçka, hyn në zjarr. Transmeton Muslimi. Shirku është mëkati të cilin Allahu nuk e fal asnjëherë, nëse njeriu vdes pa u penduar prej tij. Ka thënë Allahu I lartësuar: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush tjetër apo diçka tjetër pos tij, por gjunahet e tjera më të vogla ja fal kujt të doj. Shirku është mosmadhrim dhe përshkrim I mangësisë ndaj Allahut. Kur ai barazohet me krijesat në adhurim, Allahu I lartësuar ka thënë: "Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun." E megjithatë, ata që nuk besojnë, barazojnë të tjerë me Zotin e tyre. O musliman,
për shkak të rrezikut të këtij mëkati dhe për shkak të pasojave të tmerrshme që i sjell ai në dunja dhe në ahiret, të gjithë pejgamberët alayhimus salatu wassalam e kanë ndaluar dhe i kanë paralajmëruar popujt e tyre kundër tij. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Çdo populli ne i quam një të dërguar që u thoshte: adhuroni Allahun dhe shmangni tagutin. Nuhi, Hudi, Salihu, Shuaibi alayhimus salatu wassalam, të gjithë kanë thënë: ja qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. O populli im, adhuroni Allahun, nuk ka për ju perëndi ose të adhuruar të drejtë pos tij. Imami i njerëzve të tauhidit, miku i Allahut, Ibrahimi alayhis salam, kishte frikë për vete dhe për pasardhësit e tij prej shirkut dhe i lutej Allahut me këtë lutje: wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas. Më ruaj mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. O Zoti im, ata kanë shmangur shumë njerëz nga rruga e drejtë. Isa alayhis salam në ahiret i thot Zotit të lartësuar, duke u distancuar nga shirku i popullit të tij: ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Unë nuk u kam thënë asgjë tjetër përveç asaj që më ke urdhëruar ti: adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam i ka thënë popullit të tij, siç e ka urdhëruar Allahu: qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Thuaju, ejani t'ju lexoj çfarë ju ka urdhëruar Allahu, që të mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka sqaruar thirrjen e tij dhe përkushtimin e plot dhe të pastër të tij ndaj Allahut të Madhërisëm. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma shi'tum min duni qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala dhalika huwa al-khusranul mubin. Thuaj, vetëm Allahun adhuroj me përkushtim të plot të adhurimit tim ndaj tij, kurse ju adhuroni këtë doni në vend të tij. Thuaj, të humburit e vërtet janë ata që do ta humbin veten dhe familjet e tyre në ditën e Kiametit. Ja, kjo është humbja e qartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi të ecë në tauhid, të urdhroi për të thrasë në të, ta luftoi shirkun dhe të ndaloi atë. Në këtë rrugë ka vazhduar të ecë secili që i ndjek pejgamberët dhe ecë në rrugën dhe menhexhin e tyre, siç janë njerëzit e devotshëm dhe të mirët, imamët dhe evliat. Allahu i lartësuar ka thënë: qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Thuaj, kjo është rruga ime, të ftoj drejt Allahut me dituri të plot. Unë dhe çdo kush që më pason mua, i lartësuar dhe i pastër është Allahu, unë nuk jam prej mushrikëve. Ai i cili i do këta, i ndjek gjurmët e tyre dhe ecë në rrugën e tyre, e veçon Allahun me adhurim dhe ja përkushton të gjithë adhurimin dhe gjithë fen vetëm Allahut. Robert Allahut, vetëm Allahu një është që meriton të adhurohet. Prandaj, kush i drejton ndonjë lloj të adhurimit, qoftë ai adhurimi dukshëm ose adhurimi brendshëm, dikujt tjetër pos Allahut të lartësuar, madje qoftë edhe ndonjë pejgamberi të dërguar ose ndonjë meleku të afruar, i tili i ka bërë shirk Allahut. Prandaj, lutja nuk i drejtohet askujt pos Allahut, nuk i kërkohet ndihmë askujt pos Allahut, nuk i kërkohen nevojat ose largimi të këqijave dhe brengave askujt pos Allahut të lartësuar dhe të madhruar. Allahu ka thënë: "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun." Kush është më i devijuar se ai i cili në vend të Allahut u lutet atyre që nuk mund të përgjigjen deri në ditën e Kiametit, e që janë krejt të pavetdijshëm ndaj lutjes së tyre. Nuk thërim kurban dhe nuk bëjmë zotim për askënd përveç për Allahun. Kush i bën këto për dikë tjetër pos Allahut, ai ka bërë shirk. Transmetohet nga Aliu radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah." Allahu e mallkoft atë që therr kurban për tjetër kënd pos Allahut. Transmeton Muslimi. Nuk bëjmë mes nesh dhe Allahut ndërmjetës, të cilëve do të luteshim, do të kërkonim nevoja dhe do të kërkonim të ndërmjetësojnë për ne tek Allahu. Kjo është vepra dhe besimi i mosbesimtarëve të Kurejshve. Kjo vepër është kufër. Allahu ka shpallur në librin e tij dhe ka thënë: "Ela lillahi dinul khalis."
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Vetëm Allahut I takon adhurimi I pastër. Sa për ata që marrin mbrojtës të tjerë përveç Tij, duke thënë, ne u lutemi atyre vetëm që të na afrojnë tek Allahu, Allahu me siguri që do t'i gjykojë për mospajtimet që kanë pasur. Vërtet, Allahu nuk e udhëzon atë që është gënjeshtar dhe mohues. Prandaj, e gjithë lutja jon, I gjithë namazi ynë dhe të gjitha llojet e ibadetit ton janë vetëm për Allahun Zotin e botëve. Kështu na ka urdhëruar Zoti ynë I madhrishëm, ai ka thënë: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Thuaj, në të vërtetë namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime I përkasin vetëm Allahut Zotit të botëve. Ai nuk ka asnjë ortak, kështu jam urdhëruar dhe un jam I pari që I nënshtrohem atij. Allahu më bekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm secilin për kujtim në to, secilin urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje atij sepse ai është falësi dhe mëshiruesi. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أجث لفظي تكون الله ata e lavdrojmë me lavdit shumta të pastra dhe të bekuara, ashtu si çdo Zoti ynë dhe si është I kënaqur ai. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut një dhe I vetëm, I cili nuk ka ortak, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet, selamet dhe bekimet e Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij. Mëtej, ju porosis ju dhe vetën time për ruajtje nga Allahu, kush I ruhet atij, ai e ruan, e mbron, e ndihmon dhe I mjafton. Robert Allahut, pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam I ka mbyllur të gjitha dyert e shirkut dhe të gjitha rrugët që mund të çojnë deri te shirku, duke e mbrojtur kështu kufirin e tauhidit dhe duke u kujdesur për umetin e tij që të mos bien në rrugën e mushrikëve dhe në shkatrim. Një prej shkaqeve më të mëdha të shirkut, për të cilat ka ardhur ndalesa në Kur'an dhe Sunet, është teprimi dhe tejkalimi I kufive në lidhje me njerëzit e mirë. Ky është shkaku që I ka futur popujt e mëparshëm në shirk dhe në barazim të tjetër kujt me Allahun e lartësuar. Madje shirku nuk ka ndodhur te njerëzimi ndryshe, përveç se për shkak të teprimit në lidhje me njerëzit e mirë dhe për shkak se atyre u janë dhënë disa veti të Zotit botëve. Kështu u janë lutur atyre, janë streuar tek ata dhe u kanë kërkuar atyre në vend të Allahut të lartësuar. Në këtë mënyrë ka ndodhur shirku te populli I Nuhit alayhi salatu wassalam. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluw. Iyyakum wal ghuluw fi ad-din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi ad-din." O njerëz, ruhuni nga teprimi në fe, sepse ata që ishin para jush I ka shkatruar teprimi në fe. Transmeton Ibn Majah nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dhe hadithin e bën sahih Sheikh Al-Albani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar ta teprojmë në lëvdata ndaj Tij, ose ti tejkalojmë kufit me disa vepra në raport me të, e çfarë mund të thuhet për të tjerët që janë poshtë Tij. Transmetohet nga Omeri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam, fa inma ana 'abdu, faqulu 'abdullahi wa rasuluhu." Mos e teproni me lëvdata ndaj meje, siç e tepruan të krishterët me lëvdata ndaj birit të Merjemes. Unë jam vetëm rob, thoni robi dhe I dërguari I Allahut. Transmeton Buhariu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na ka ndaluar të teprojmë në lidhje me varrin e Tij dhe ta bëjmë atë si xhami ose si fest ku do të kthehemi shumë për ta vizituar, siç bën njerëzit e Biblës me varret e pejgamberëve të tyre. Transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se ka thënë: I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, në sëmundjen nga e cila nuk u ngrit, tha: "La'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allahu I mallkoft çifutët dhe të krishterët, ata I bën varret e pejgamberëve të tyre xhami, I bën faltore.
Thot Aisha radhiyallahu anha, sikur të mos ishte kjo fjalë, varri i tij do të veçohej dhe do të ngrihej, mirë po na ndaloi frika se mos shndrohet varri i tij në xhami. Hadithi është muttafaqun alayhi. Ky është sqarim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak se njerëzit bien lehtë në sprovën e varreve të njerëzve të mirë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbylli këtë derë që të jetë mbrojtje dhe kujdes për tauhidin. Pjesë e kësaj është edhe ndalesa e tij për të falur në vendet ku ka varre. Transmeton Xundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidhu al-qubura masajid. Inni anhaakum an dhalik." Dijeni se ata që ishin para jush i banin varret e pejgamberëve të tyre dhe njerëzve të mirë të tyre faltore, i banin xhami. Kini kujdes, mos i bani varret xhami, unë ju andaloj këta. Transmeton Muslimi. Prandaj ka ndaluar të ndërtohet mbi varr ose të ngrihet niveli i varrit. Transmetohet nga Xhabiri radhiyallahu anhu se ka thënë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të suvatohet varri, e ka ndaluar uljen mbi varr dhe ka ndaluar të ndërtohet mbi të. Transmeton Muslimi. Kini kujdes o robërt Allahut dhe ruhuni nga rrugët dhe metodat e shejtanëve për largimin e njerëzve nga tauhidi dhe nga dhuntit që vijnë me tauhidin dhe për zhytjen e tyre në humnerat dhe knetat e shirkut. Mundohuni me lutje të shumta duke kërkuar nga Allahu që t'ju përforcojë zemrat dhe t'ju bëjë të paluhatshme në tauhid dhe kërkoni Allahut që vdekja t'ju vijë në tauhid. Elusim Allahun na mësoj tauhidin dhe të na ndihmoj për zbatimin e tij të plot dhe të na ruaj prej njollave të shirkut, bidatit, mëkateve dhe gjunaheve dhe prej çdo të keqe të dukshme dhe të fshehtë. O Allah, na bëj të dashur imanin, na zbukuro ata në zemrat tona, na i bëj të urryera kufrin, shirkun, bidatet, mëkatet dhe gjunahet dhe na bëj prej të udhëzuarve. O Allah, na e përmirëso fen ton, e cila është çështja jon kryesore, na e përmirëso dunjan ton, në të cilën është jetesa jon, na e përmirëso ahiretin, në të cilin është kthimi ynë, na e bëj jetën shtim të çdo të mire dhe na e bëj ahiretin rahati nga çdo e keqe. O robërt Allahut, dërgoni salavat dhe selam për mëshirën e dhuruar dhe dhuntinë e ofruar për pejgamberin tuaj Muhammedin, të dërguarin e Allahut, pasi ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtetë, Allahu i jep salavat pejgamberit dhe me lajket luten për të me salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.